Vazhdojmë intervistën në pragndeshjen me Skënderbeun, e cila zhvillohet nesër në stadionin Arena Ignatia me kapitenin, gladiatorin, futbollistin, zëmrën, shpirtin, luftarak të Ignatias, një nga futbollistët më të mirë i APSNES Superiores, Albano Aleksi. Për më tej pyetjet. Albano, si është atmosfera në skuadër përpara sfidës në Skënderbeut, a ndjeni person apo vetëm motivim? Përshëndetje, atmosfera është shumë e mirë, vjen të motivuar, gjatë gjithë javës, domethënë ky vit kanë qenë kolegë të vitit dhe ka qenë pozitive, edhe së viti ka shkuar mirë i Zotit. Me pak të dëmtuara që na mungojnë, por besoj se për postu e gjërave është momenti që me udhëtoi 3 pikët edhe me të jemi më të qetë në vazhdim. Duke qenë një nga lojtarët më me përvojë, si po e motivon grupin për një përballje që mund të jetë vendimtare për sezonin? Normalisht, kur je në përvojë, eksperjenca ka të bëjë shumë të rast, por shqiptarët Zotit çonat janë të gjithë mirë në këtë aspekt dhe kemi grupin e harmonisë shumë të mirë në çdo aspekt, prandaj nuk është shumë e nevojshme me e motivuar grupin. Çfarë prisni nga Skënderbeu në këtë ndeshje dhe cili mendoni se do të jetë çelësi i suksesit për Ignatian? Normalisht presim të marrim maksimumin sepse pas rezultateve jo pozitive, është momenti me rikthyer te fitoria dhe me mbështetjen e tifozëve besoj do arrijmë aty. Por e rëndësishme është që ne jemi grup dhe nuk jemi individ dhe besoj të gjithë bashkë do të arrijmë qëllimin. A ka ndonjë aspekt taktik ku mendon se Ignatia është superiore dhe duhet ta shfrytëzojë maksimalisht? Secili ka rëndësinë e vet në ekip. Besoj se çdo futbollist do të jë maksimumin për të arritur aty ku duhet. Pavarësisht se dikush mund të jetë mirë në rolin e vet, por rëndësia ka që ne jemi grup dhe kena luajtur grup, sepse kështu kena ndërtuar kampion. Por nuk besoj se Ignatia ka repartë të ndara më të mira, më të këqija. Të gjithë janë repartë të rëndësishme në ekip dhe kështu që shpresoj që të jemi në rrugën e duhur. Sa e rëndësishme është për ty personalisht dhe për grupin fitoria në këtë ndeshje në kuadër të objektivave madhor? Me shumë e rëndësishme, sepse me një fitore jemi të qetë, sepse besoj se vendin e parë e kryejmë, por e rëndësishme është që për vazhdimsinë, sepse një fitore tani është duke afër fundit kampionatit, të jep motivim dhe për të shkuar gjysmëre të kupës për të marrë rezultate pozitive. Duke pasur parasysh karrierën tënde në nivele të ndryshme, çfarë bën këtë grup të Ignatias kaq të veçantë? Ka shumë aspekte. Siç e kam thënë, ne jemi një familje. Dhe besoj se kështu do të jemi gjithë kohës, pavarësisht çdo rrethane të mira të keq, do të jemi bashkuar dhe për këtë arsye bën të veçantë. Së fundmi, a ke ndonjë mesazh për tifozët e Ignatias në prag të kësaj sfide? Patjetër që po. Ata janë mbështetje më e madhe, sepse sa ata janë në stadium ku kanë mbështetur, ne kemi një motivim më shumë, sepse në fundin e luajtur për qytetin, për fanellën, por normalisht që kemi ndjes për rezultate të mira gjatë ndeshjeve të fundit, normalisht mund të jenë të mërzitur, por shpresojmë dhe do të maksimumin që direktivi të Një pyetje është, nëse që të kishim sot në intervistë, por na mungon trajneri Tetova në ditën e sotme, doja në fakt atë fjalin që mua më gëzon, më lumturon, atë staf të mrekullueshëm që kemi, ma jep tash në përshtypjen tënde një fjali për stafin dhe për tifozat e Ignatias. Përse për këtë stafi, normalisht që stafi ka detyrat e tij, ne mundohemi që ta ndihmojmë të solidojmë sa të si në fushë, jashtë fushë, edhe përse për këtë anë shpërgjigje lojtarëve, mundohemi që të bëjmë punën tonë si staf, duke përfshirë edhe tani për tjera dhe të Rand Gumën, edhe për Adisën Atletik Andri Babaj, që jemi që janë pjesë e stafit tonë. Që ne kemi disa kemi qëllimi, por mundohemi me të tonë që të bëjmë maksimumin që për t'i dhënë një dorë edhe në trajnerë, kudo që sa herë që ai ka nevojë, si jashtë fushë dhe brenda fushë.